Miraxhi i pejgamberit Muhammed alayhi salam dhe obligimi i namazit. Një nga ndodhit më të veçanta që i ndodhi pejgamberit të fundit, Muhammedit alayhi salatu wassalam, ishte Israja dhe Miraxhi. Isra do të thotë udhëtimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam nga qyteti i Mekës, nga Qabja e bekuar deri në Palestinë në Mesxhidul Aqsa, ndërsa Miraxhi i pejgamberit alayhi salam do të thotë ngritja e pejgamberit të Zotit nga Mesxhidul Aqsaja deri tek takimi me Allahun e Madhërisëm. Gjatë kësaj ngjarje madhështore, ndodhen gjëra madhështore. Prej gjërave më të mëdha që i ndodhi pejgamberit alayhi salatu wassalam gjatë kësaj nate, ishte edhe obligimi i namazit. Teksa lexojmë në historinë e Ibn Hishamit mbi mrekullinë e Isras dhe Mi'rajit, sipas transmetimit të Ibn Mes'udit radiallahu anhu, vëmendja përqendrohet edhe tek kthimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam nga takimi i tij me Zotin e Madhërisëm, ku u obligua me faljen e 50 namazeve ditore. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Dhe u ktheva, kur kalova pranë Musait, të birit të Imranit, miku juaj i dashur më pyeti se sa namaze mu obliguan. I thash: 50 namaze ditore." Musai tha: "Namazi është i rëndë dhe ummeti yt janë të dobët, prandaj kthehu tek Zoti yt dhe kërkoj lehtësim për vete dhe për ummetin tënd." Pejgamberi alayhi salam thot: "U ktheva tek Zoti im dhe i kërkova lehtësim për vete dhe për ummetin tim. Më lehtësoi me 10 namaze. U largova dhe kalova pranë Musait, i cili më tha të njëjtat fjalë dhe u ktheva sërish tek Zoti im. Më lehtësoi me 10 të tjera, sërish u ktheva dhe më tha të njëjtat fjalë. U ktheva tek Zoti im, që më lehtësoi edhe me 10 të tjera, derisa përfundoi në 5 namaze. Pastaj u ktheva tek Musai, i cili më kërkoi sërish të kthehem tek Zoti im dhe të kërkoj lehtësim. I thash: jam kthyer disa herë tek Zoti im dhe më ka lehtësuar, sa më erdhi turp prej tij, nuk kthehem më." Këto 5 namaze ndonë se u lehtësuan nga 50 të tilla në origjinën e obligoshmërisë, por ato do ta kenë shpërblimin e 10 fishuar tek Allahu i Madhëruar, që tha: "O Muhammed, këto janë 5 namaze për çdo ditë dhe natë, secili namaz do të shumëzohet me 10, pra 50 namaze." Si përfundim, porosisim se natën e madhe të Isras dhe Mi'rajit ta zbukurojmë me ibadet, ta begatojmë me sadaka, të bëjmë sa më shumë vepra të mira, sepse me to i afrohemi krijuesit tonë Allahut të Madhëruar. Nëse këtë natë e kalojmë në ibadet, e kemi bërë zgjedhjen tonë më të mirë.